Islam, Dega Shkup ju prezanton emisionin Gjurmëve të dashurit tonë. Profeti sallallahu alaihi wasallam shikonte që pranimi i idesë dhe mesazhit me të cilin ishte dërguar në Mekë nuk po përparonte siç duhet. Numri i muslimanëve që pranonin Islamin ishte në rënje. Mekasit jo vetëm që nuk e besonin, por planifikonin komplote për ta vrarë profetin sallallahu alaihi wasallam, sidomos pas vdekjes së Ebu Talibit. Megjithatë këto, Meka nuk i ofronte atij sigurinë e duhur dhe nuk pritej që kjo situatë përmirësohej. Emigrimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë nuk ishte një ndodhi që ndodhi rastësisht, por ishte një plan të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam e studioi për 3 vjet me radhë. Për këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam do të shfrytëzoj grumbullimin e fiseve të gadishullit në Mekë gjatë sezonit të haxhit. Ai do i takonte të gjithë këto fise dhe do kërkonte që ta strehonin dhe mbronin me qëllim që të mundej të përçonte mesazhin me të cilin ishte ngarkuar. Kështu, me fillimin e sezonit të haxhit, filloi profeti sallallahu alaihi wasallam të takohej me shumicën e fiseve të ardhura për të kryer haxhin. Gjatë 10 ditëve të haxhit, ai u takua me 26 fise. Ai ulej me secilin prej tyre dhe u fliste rreth fesë dhe mesazhit me të cilin ishte dërguar. Mesazhi i kësaj përpjekje të profetit sallallahu alaihi wasallam është që në çfarëdo lloj kushtesh të ndodhesh, thuaj jo demoralizmit dhe inkurajimit, sado keq që të ndodhesh. Kjo pasi profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi te 26 fise dhe kërkoi ndihmë dhe i gjithë ky mund dështoi. Megjithatë, ai nuk u inkurajua nga kjo. Përvoja e profetit sallallahu alaihi wasallam është përvojë e një njeriu që kërkon suksesin dhe e gjen atë. Përvoja e tij nuk është një mrekulli e pazakontë që i ndodhte dhe që askush tjetër nuk ka arrijë dot. Suksesi që arriti profeti sallallahu alaihi wasallam, kulmin e fuqisë e arrin për shkak se është një sukses që mund të arrihet edhe nga njerëz tjerë. Përvoja e tij nuk është e pamundur të imitohet. Ajo kërkon vetëm mund edhe durim. Nëse gjen dyert e mbyllura, mos u largo, por vazhdo të trokasësh derisa të hapin. Fillimisht, profeti sallallahu alaihi wasallam u takua me fisin Benu Hanife, fis nga i cili do të dalë dhe Musaileme el-Kedhab më vonë. Kur u takua me pjesëtarët e këtij fisi, ata ju përgjigjen me fjalët më të shëmtuara, saqë edhe transmetuesit e haditheve nuk e kanë përmendur se çfarë i thanë saktësisht, por me sa duket ishin fjalë shumë të ulta. Fisi tjetër tek i cili vajti profeti sallallahu alaihi wasallam ishte fisi Benu Kelb. Te ky fis ishte një familje me emrin Benu Abdullah. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi te kjo familje dhe u tha: "O Beni Abdullah, Zoti ka caktuar një emër të mirë për baban tuaj, Abdullahun. Prandaj besojeni atë." Por ata nuk pranuan dhe dështoi dhe kjo përpjekje. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkon te një fis tjetër me emrin Benu Amir ibn Sasa. Kur u foli mbi Islamin dhe mirësitë e tij dhe u kërkoi që ta mbronin për të përhapur mesazhin me cilin ishte obliguar. Kryetari i këtij fisi, Bahire ibn Firas,
derisa dëgjonte profetin sallallahu alaihi wasallam duke folur, i thot dikujt që kishte në krah: "Nëse e mbështes këtë njeri, do t'i kisha arabët në këmbët e mia." Kështu, ai e kuptoi që profeti sallallahu alaihi wasallam do të kishte sukses në atë që ftonte, dhe se në një të ardhme të afërt ai do të udhëhiqte të gjithë arabët. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi, ai i tha: "Nëse ne të japim besën, të strehojmë në vendin ton dhe të mbrojmë derisa ta çosh në fend mesazhin me cilin je obliguar dhe triumfon, a do na e lësh ne në dorë pushtetin pas teje?" Por profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "Pushteti i takon Allahut dhe ai ja jep kujt të doj." Edhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanat jetonin ditët më të vështira në Mekë dhe kishin nevojë për dikë që t'i mbroj, profeti sallallahu alaihi wasallam e refuzoi këtë ofertë. Kjo pasi mesazhin e tij mund ta mbajnë vetëm njerëz të sinqertë dhe jo njerëz që duan të përfitojnë të mirat materiale dhe posti. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk dëshironte që themelet e mesazhit të tij të ndërtoheshin në kritere interesash dhe përfitimesh vetjake. Për këtë ai u përgjigj: "Pushteti i takon Allahut dhe ai i ja jep kujt të doj." Bahire ibn Firasi tha: "A kërkon të vritemi me arabët dhe në momentet kur të triumfosh të na braktisësh? Për Zotin, diçka e tillë nuk mund të ndodhë." Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u largua. Megjithse ai kërkonte dikë që ta mbroj, ai nuk pranonte që të bënte pazare me mesazhin e tij. Familja tjetër tek e cila shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam ishte po nga fisi Beno Amir ibn Sasa, dhe ishte familja e Bughra ibn Qaisit. Kur vajti profeti sallallahu alaihi wasallam te kjo familje, kryetari i saj, Bughra, nuk ishte i pranishëm. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam u ul të bisedoj me të rinjt. Profeti sallallahu alaihi wasallam u foli mbi Islamin dhe ata e besuan dhe i dhan besën që do ta mbronin. Në këtë qaste vjen i pari i shtëpisë, Bughra ibn Qais, e shikon profetin sallallahu alaihi wasallam dhe u drejtohet të rinjve që ishin ulur me të. "Kush është ky?" Ata ju përgjigjen: "Është Muhammed ibn Abdullah el-Qurayshi." Ai pyeti përsëri: "Po çfarë bën me ju këtu?" Njëri prej tyre ju përgjigj: "Ai pretendon që është i dërguari i Allahut dhe kërkon prej nesh që ta mbrojmë derisa të transmetojë mesazhin e Zotit." Bughra i pyet: "Po ju çfarë i thatë?" Të rinjt ju përgjigjen: "Ne i tham që je i mirëpritur." Bughra u tha: "Për Zotin nuk kam parë njeri që të kthehet në shtëpi me një të keqe më të madhe se nëse do e merrni me vete në shtëpi këtë burr. Atë e kanë braktisur Kureshët, kurse ju dëshironi ta mbani." Me këtë, Bughra humbi një rast të volitshëm i cili nuk mund të kompensohet deri në ditën e Kiametit me gjë tjetër, dhe kjo për shkak se nuk dëshironte të prishej me Kureshët. Më pas, Bughra ju drejtua profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Qohu o djalosh, dhe shko te populli yt, për Zotin, nëse do të ishe në mesin ton, do ta hiqja kokën." Profeti sallallahu alaihi wasallam u qua i mërzitur dhe hipi në devën e tij. Bughra i shkoi nga pas dhe e goditi devën me një shkok me maj në vithe. Deve u e gërsua, u ngrit në dy këmbë dhe e rrëzoi profetin sallallahu alaihi wasallam për tokë.
Bugra ibn Kajsi nga pas qeshte me të madhe. Ishte viti 10 që profeti sallallahu alaihi wasallam duronte keqtrajtimet dhe fyerjet e jo besimtarëve. Ai u lodhi shumë në rrugën e përcjelljes së mesazhit dhe kret kjo me qëllim që ne sot të jemi musliman. Pra, të gjitha këto vuajtje ishin për ne. Kur rrëzohet profeti sallallahu alaihi wasallam nga deveja dhe fillojnë të pranishmin të qeshin, një grua nga ky fys, por që ishte e martuar në Mekë dhe kishte pranuar Islamin, u thërret burrave të fisit. O Benu Amir, ju roft emri që keni, si ka mundësi që t'i ndodh kjo të dërguarit të Zotit në mesin tuaj dhe askush nuk e ndihmon? Nga fjalët e saj u quan 3 të rinj dhe vajtën të ndihmojnë profetin sallallahu alaihi wasallam, megjithse nuk ishin musliman. 2 nga përkrasit e Bugra ibn Kajsit u quan dhe filluan t'i pengojnë. Kështu filluan të ziheshin me njëri tjetrin. Profeti sallallahu alaihi wasallam i pa dhe tha: O Zot, bekoj këta të 3 dhe akmeru ndë këtyre të 2. Nga kjo lutje 3 të rinj pranuan Islamin më pas dhe vdiqën si shahid, kurse 2 tjerët së bashku me bugrën vdiqën dhe u hodhen në një pus. Gjatë kohës që profeti sallallahu alaihi wasallam shëtiste mes fisëve duke u folur mbi Islamin, ishte dikush që i shikonte pas dhe ai ishte xhaxhai i tij Ebu Leheb. Sa herë që e shihte profetin sallallahu alaihi wasallam t'i fliste dikujt rreth Islamit, ai i thoshte: Mos e dëgjoni atë, ai është i çmendur, unë jam xhaxhai i tij dhe e njoh mirë. Me këtë njerëzit i largoheshin. Sezonin e haxhit, Kurejshët dhe Mekasit e shfrytëzonin për të përforcuar pozitën e tyre ndër fiset arabe të Gadishullit. Gjithashtu, sezoni e haxhit ishte një sezon ku shtoheshin të ardhurat e Mekasve për shkak të tregtisë e cila lulëzonte gjatë kësaj kohe. Gjatë haxhit, ata u andritnin në vlerat dhe zotave të tyre që i kishin vendosur rreth Ka'bes. Kështu, Kurejshët e shfrytëzonin këtë sezon për gjëra të kota. Megjithse Kurejshët e shfrytëzonin haxhin për gjëra të kota, profetin sallallahu alaihi wasallam kjo nuk e pengoi që të hyjë mes pelegrinëve dhe të përhap mesazhin e tij. Me këtë, ai dobësitë e Kurejshëve i kthente në pika fuqie për vete. Ishte kjo mënyra e cila dha rezultat, pasi më vonë të takohet me Medinasit, të cilët do të pranojnë ta mbrojnë. Fisi i 5 me cilin u takua profeti sallallahu alaihi wasallam ishte fisi Benu Shejban. Këtë fis e përfaqësonin 3 burra, të cilët ishin Magruk ibn Amiri, Hani ibn Kubejs dhe Muthanna ibn Harithe. Benu Shejbani ishte një fis të cilët banonin mes arabëve dhe persëve. Marrëdhëniet e tyre me persët ishin të forta dhe kishin nënshkruar marrëveshje me ta. Në takimen që zhvillonte profeti sallallahu alaihi wasallam me fiset e ardhur për të kryer haxhin, shoqërohej edhe nga Ebu Bekri, shoku më i ngushtë i tij. Kjo për shkak se Ebu Bekri njihte shumë mirë gjenealogjinë e gjithë fisëve arabe. Kështu, para se të hynin te Benu Shejbani, Ebu Bekri i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, ky është një fis i fuqishëm. Nëse do të pranojnë, do të jetë një ndihmë e madhe prej Zotit. Hyn profeti sallallahu alaihi wasallam te ky fis dhe takohet me 3 të parët e fisit: Magruk ibn Amri, Hani ibn Kubejs dhe Muthanna ibn Harithe. Bisedën fillimisht e filloi Ebu Bekri, i cili i pyeti:
sa është numri i burrave që luftojnë nga ju? Ata ju përgjigjen: mbi 1000. Ebu Bekri pyeti përsëri: po nga fuqia si jeni? Ata ju përgjigjen: ne kemi detyrë të përpiqemi edhe të luftojmë, kurse fitoria dhe triumfi vjen prej Zotit. Ebu Bekri i pyet përsëri: si zhvillohet lufta mes jush dhe armikut tuaj? Ata i thanë: zemërimin më të madh ne kemi kur përballim me armikun. Në atë kohë ne u japim më shumë rëndësi kuajve se sa fëmijëve, dhe armëve më shumë se sa të mbjellave. Në këtë kohë Magruku shikon nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e pyet: mos je nga Kurejshët ti? Ebu Bekri përgjigjet: po, a ke dëgjuar që ai është i dërguar i Zotit? Magruku ju përgjigj: kemi dëgjuar që ai pretendon se është i dërguar i Allahut. Magruku i u drejtua profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: çfarë kërkon nga ne? Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: dua të më strehoni dhe të më mbroni derisa të mund ta transmetoj mesazhin e Allahut, pasi Kurejshët e kanë kundërshtuar mesazhin e Allahut. Magruku e pyeti përsëri: çfarë përmban mesazhi yt, o vëlla i Kurejshëve? Sa herë që dikush e pyet se profeti sallallahu alaihi wasallam mbi përbajtjen e mesazhit të tij, ai përqendrohej te morali, pasi është gjëja e vetme rreth cilës bien dakord gjithë. Kështu ai ju përgjigj duke recituar një pjesë Kur'ani: thuaj: e jani që lexoj atë që me të vërtet ju ndaloi Zoti juaj, të mos i shoqëroni atij asnjë send, të silleni mirë me prindrit, të mos i mbytni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse ne u ushqejmë juve dhe ata, të mos u afroheni mëkateve të hapta apo të fshehta, mos e mbytni njeriun, sepse mbytjen e tij e ndaloi Allahu, përpos kur është me vend. Këto janë porosit e tij, kështu që të mendoni thellë. Al-An'am 151. Po gjë tjetër e pyeti përsëri Magruku. Profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdoi me ajete të tjera: mos ju afroni pasurisë së jetimit derisa ai të arrijë pjekurinë. Mund t'i afroheni vetëm në mënyrë më të mirë. Zbatoni me drejtësi masën dhe peshojën. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri për te mundësive të tij. Kur të flitni, duhet të jeni të drejtë, edhe nëse është çështja për të afërmit, dhe zotimin e dhënë Allahut plotësonje. Këto janë me çka ai ju porosit, kështu që të përkujtoni. Al-An'am 152. Fytyra e Magrukut filloi të ndrisë dhe e pyeti përsëri: po tjetër, çfarë përmban mesazhi yt? Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu me ajetet: Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim. An-Nahl 90. Magruku heshti dhe nuk foli. Hani ibn Kubejs u qua dhe tha: e dëgjova atë që the, o vëllai Kurejshëve, por që të lëm fen ton dhe të ndjekim fen tënde me një bisedë, mendoj që është dobësi në të menduar. Rëshqitja ndodh vetëm në nxitim. Ajo që them është që të mendohemi edhe ti të mendohesh. Më pas të lajmërojmë mbi atë që vendosim. Pasti foli Muthanna ibn Harithe, i cili e mbylli bisedën dhe nuk la shtek për mëtej si Hani ibn Kubejs. Ai i tha profetit sallallahu alaihi wasallam:
o vëllai Kurejshëve, ajo të cilën ti propagandon është diçka që urrejnë mbretërit. Unë mendoj që persët, po ta dëgjojnë këtë fjalë, do të luftojnë. Ne ndodhemi mes tokave arabe dhe atyre perse. Përsa u përket arabëve, është diçka që rregullohet, kurse me persët është vështirë. Ne mund të mbrojmë nga arabët, kurse me persët nuk kemi fuqi të përballemi. Profeti sallallahu alaihi wasallam duke u quar u tha: nuk më përgjigjet keq dhe u tregua të sinqert në atë që thatë. Por këtë çështje nuk mund ta mbaj vetëm dikush që e rrethon nga gjitha anët. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte largpamës dhe dinte që nëse do triumfonte ndaj arabëve, do i vinte rradha të përballej dhe me persët. Kështu, po ta pranonte këtë pakt, ata do e braktisnin në ballafaqimin me persët dhe do dështonte. Prandaj e refuzoi përkrahjen e tyre ndaj arabëve. Këtë fe nuk mund ta mbaj vetëm dikush që e rrethon nga gjitha anët. Feja nuk është vetëm namaz dhe agjërim, ajo është edhe arsimim, planifikim për të ardhmen, edukim i fëmijëve, urtësi dhe mençuri. Feja nuk e pranon ndarje në pjesë. Fjalët që profeti sallallahu alaihi wasallam u tha Benu Shejbanëve janë fjalë që na drejtohen dhe neve sot. Feja nuk e pranon që të thuash që unë falem dhe agjëroj, por nuk dua të jem me moral të lartë ose kundërta. Thot Zoti në Kur'an: o ju që besuat, hyni në Islam të tërësishëm. Al-Baqara 208. A e besoni një pjesë të librit e tjetrën e mohoni? Al-Baqara 85. Pas kësaj, profeti sallallahu alaihi wasallam u qua të largohej, por u kthye përsëri dhe u tha: nëse Zoti më ndihmon, e vendos tokat perse në sundimin tim, a më premtoni që do ta madhëroni Zotin dhe e shenjtëroni? Këto fjalë i tronditën dhe than njëzajt: këtë ta premtojmë. Doli profeti sallallahu alaihi wasallam nga ky takim duke lexuar ajetin e Kuranit: o ti pejgamber, ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar, përgëzues e qortues, dhe me urdhrin e Allahut, thirrës për në rrugën e tij edhe pishtar drejtues. Al-Ahzab 46-47. Me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte të thoshte që mesazhi im është të jem përgëzues, dhe për këtë mora prej tyre një premtim i cili do të realizohet qoftë edhe pas 10 vitesh. Më pas e kapi Abu Bekrin për dorë dhe i tha: o Abu Bekr, çfarë moralesh dhe principesh të larta paskën këta njerëz, me di se jetojnë në ignorancë. Megjithëse ata ishin jo besimtar, profeti sallallahu alaihi wasallam vlerësoi anën e mirë të tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson që të mos i gjykojmë të tjerët vetëm nga anët e këqija që kanë, por të vlerësojmë edhe anët e tyre të mira. Pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, udhëheqës i muslimanëve bëhet Abu Bekri. Gjatë kohës që Abu Bekri po përkatiste ushtrinë për ta dërguar në luftë me persët, i vjen lajmi që një ushtri tjetër nga fisi Benu Shejban po nisej për të luftuar persët. Abu Bekri i dërgoi fjalë komandantit të kësaj ushtrie që të paraqitej tek ai fillimisht. Erdhi Muthanna ibn Harithe dhe qëndroi para Abu Bekrit, i cili i tha: sikur të shihti dërguari i Allahut, do të gëzohej me ty. Muthanna ibn Harithe pyet: a nuk më mban mend Abu Bekr? Jo,
I tha Abu Bekri. Atëherë më thënë, ja kujtoj fjalët që kishte thënë kur ishte takuar profeti sallallahu alaihi wasallam me parinë e fisit të tij. Ne ndodhemi mes tokave arabe dhe atyre perse. Përsa u përket arabëve është diçka që rregullohet, kurse me persët është vështirë. Ne mund të mbrojmë nga arabët, kurse me persët nuk kemi fuqi të përballemi. Më pas I tha, atë ditë kisha frikë të përballem me persët o Ebu Bekr. Ebu Bekr I tha përsëri, sikur të fshihte I dërguari I Allahut, do të gëzohej me ty. Mu thënë më pas ju drejtua Ebu Bekrit dhe I tha, më humbi rasti të jem nga shokët e profetit o Ebu Bekr. Për Zotin nuk di si do t'i dal para profetit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Kiametit. Dhe filloi të qaj. Më pas lexoj ajetin e Kur'anit që thot: E çkeni ju që nuk jepni për në rrugën e Allahut, kur dije se Allahut I mbesin trashëgim qiej e tokë. Nuk janë të barabartë prej jush ata që dhanë nga pasuria e tyre dhe luftuan para çlirimit, sepse të tillët kanë vlerë më të madhe nga ata që dhanë dhe luftuan pas. Por të gjithëve Allahu u premtoi të mirat. Allahu di çka punoni. El Hadid 10. Megjithse edhe nga ky fis profeti sallallahu alaihi wasallam nuk siguroi ndihmë dhe përkrahje, ai nuk u inkurajua, por vazhdoi të takohet me fise tjera. Këtë herë ai takohet me një pjesëtar të fisit Banu Muharib, që quhej Rukane. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam I fliste rreth Islamit dhe mirësive të tij, ai ja ktheu. Unë nuk e pranoj Islamin derisa të bëj mundje dhe të më mundësh. Me sa duket, ai nuk kuptonte gjuhë tjetër veç forcës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu. Po. Me njëherë Rukane thirrë pjesëtarët e fisit të tij, të cilët formuan rrethin ku do të ndesheshin. Me të filluar ndeshja, profeti sallallahu alaihi wasallam e vuri poshtë Rukane. Kur e pa veten poshtë Rukane, I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Përfitove se nuk e kisha mendjen, prandaj kërkoj të ndeshemi përsëri. Mirë, I tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe herën e dytë, profeti sallallahu alaihi wasallam e vuri poshtë. Nuk e di se si po ndodh kjo, I tha Rukane. Të lutem ta provojmë edhe një herë. Edhe herën e tretë, profeti sallallahu alaihi wasallam e vë poshtë. Megjithatë, Rukane refuzon të pranojë Islamin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e lë dhe largohet. Kështu dështoi dhe përpjekja e gjashtë. Pas kësaj, profeti sallallahu alaihi wasallam shkon dhe takon një burr që quhej Sueid ibn Samit. Ai ishte njeri që pëlqente të lexojë dhe dëgjojë fjalë të urta, të kishte mësuar shumë prej tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam I foli rreth Islamit, por akoma nuk I kishte lexuar pjesë nga Kur'ani. Sueidi e dëgjoi dhe I tha: Unë kam diçka më të mirë sa ato që më the. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyet: Çfarë është ajo? Ai I tha: Unë kam nga fjalët e urta të Lukmanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam I tha: Mirë, mi trego atëherë. Filloi Sueidi të lexojë nga fjalët dhe urtësitë e Lukmanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e dëgjonte dhe buzëqeshte. Kur përfundoi Sueidi, profeti sallallahu alaihi wasallam I tha: Këto ishin fjalë të bukura, por ato që kam unë janë më të mira se këto. A pranon të më dëgjosh ashtu siç të dëgjova unë? Po, ja ktheu ai. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam lexoi pjesë nga Kur'ani. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi, Sueidi tha:
për Zotin, këto ishin më të mira se të mijat. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut dhe se ti je i dërguari i Allahut. Më pas i tha, por unë jam një njeri pa fuqishëm në popullin tim, o i dërguari i Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pranoi islamin e tij, por vazhdoi të kërkonte dikë për ta përkrahur dhe mbrojtur. Kështu ai u takua me një burr me emrin Dumat el Esedi, i cili vinte nga Jemeni. Ai ishte i njohur se merrej me të sëmurët me gjin. Kur hin në Mekë për herë të parë, i tregojnë që në Mekë është një burr me emrin Muhammed që është i sëmurë me gjin. Me këtë Mekasi dëshironin që ta mbanin larg profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse ai tha me vete, do të bëja mirë nëse e takoj dhe ta shëroj nga gjinët. Do të bëja mirë nëse e takoj dhe ta shëroj nga gjinët. Kështu ai shkoi dhe e kërkoi profetin sallallahu alaihi wasallam derisa e gjeti dhe i tha, më trego prej çka vuan. Profeti sallallahu alaihi wasallam u habit mbi këtë dhe Dumat el Esedi i tregoi se si ishte puna. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, dëgjoj prej meja atëherë, dhe filloi të lexonte. Falënderimi i takon vetëm Zotit. Atë falenderoj, prej tij ndihmë kërkoj, dhe atë e lut të më fal. Kërkoj ndihmë prej Zotit që të më ruaj nga e keqja e vetes time dhe veprave të mia. Atë njeri që udhëzon Zoti nuk ka kush ta çojë drejt humbjes, dhe atë njeri që e ka humbur Zoti nuk ka kush ta udhëzojë. Dumadi e ndërpreu dhe i tha, mjaft, më përsërit edhe një herë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja përsëriti përsëri. Për herë të tretë i kërkon që t'ja përsëris dhe përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam ja përsërit. Në fund e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam, kush je ti? Unë jam i dërguar i Allahut, ja kthen profeti sallallahu alaihi wasallam. Dumadi e pyeti përsëri, cili është mesazhi yt? Adhurimi i një Zoti të vetëm, i përgjigjet profeti sallallahu alaihi wasallam. Por unë çfarë duhet të them tani? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, thuaj, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut dhe se unë jam i dërguar i Allahut. Dhe Dumadi e tha dëshmi. Kështu Islamin e pranoi edhe Dumadi, por edhe ai ishte i pafuqishëm për ta përkrahur. Pas kësaj, profeti sallallahu alaihi wasallam takon një tjetër burr nga Jemeni, por që i përkiste fisit Deus. Ai ishte Tufail ibn Amir el-Dausi. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte kërkuar të takohej me këtë fis, pasi ishte fis që nuk kishte fuqi ta mbronte dhe përkrahte. Tufail ibn Amir el-Dausi ishte poet i shquar dhe shumë i njohur mes popullit të tij. Me të ardhur në Mekë, Kureshët i thanë që në Mekë është një burr magjistar që ndan burrin nga gruaja, vetëm me fjalë që thot. Ai i pyeti, çfarë të bënte që të ruhej prej këtij njeriu? Ata i thanë që thjesht mos e dëgjo kur të flas. Po ku gjendet ky burr? I pyeti Tufaili. Është te Qabja, i thanë. Me qëllim që të mos ta dëgjoj profetin sallallahu alaihi wasallam derisa flet, ai mbushë veshët me pambuk dhe hyrë në Qabe për të kryer tavafin. Tregon vetë Tufaili dhe thot, e pash atë pranë Qabes duke u falur dhe e njoh. Kur më pa që po kaloja pranë tij, profeti sallallahu alaihi wasallam e ngriti zërin derisa lexonte Kur'an. Unë i thash vetes, i njerit ti o Tufail, ti je poet i madh dhe ke frikë nga dëgjimi i fjalëve? Më pas hoqa pambukun dhe fillova të afrohem më pranë profetit sallallahu alaihi wasallam që të dëgjoj atë që thot.
Kur profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi leximin, u qua dhe u nis për në shtëpi. Unë ndoqa nga pas, dhe kur arrita te shtëpia e tij, trokita në derë. Profeti sallallahu alaihi wasallam doli dhe i tregova gjithçka më kishin thënë Qurayshit. Profeti sallallahu alaihi wasallam pasi e dëgjoi, e ftoi të pranoj Islamin dhe ai pranoi. Në minutat e para të pranimit të Islamit, Tufeli i thot profetit sallallahu alaihi wasallam: "Me çfarë më urdhëron, o i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "O Tufel, ktheu te populli yt dhe ftoj në Islam. Qëndron në mesin e tyre derisa të dëgjosh që unë kam triumfuar. Atëherë eja bashkë me popullin tënd." Tregon vetë Tufeli. Më pas i thash: "O i dërguari i Allahut, lutë Zotin që të më jap një shenjë." Profeti sallallahu alaihi wasallam u lut: "O Zot, jepi një shenjë." Tregon Tufeli. E pash që balli filloi të ndriçoi si dritë me njëherë. Unë u luta: "O Zot, jo në fytyrën time." Atëherë Zoti e kaloi këtë dritë në shkopin tim. Më pas shkova te fisi im Deus dhe i ftova në Islam. Ata që e pranuan Islamin nga i gjithë Deusi ishin vetëm babai, nëna dhe Ebu Hurajra. Kështu Deusi refuzoi të pranojë Islamin. E pas një viti, Tufeli kthehej te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, fisi Deus u treguan kokfort dhe refuzuan të pranojnë Islamin." Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi, mori abdes dhe ngriti duart nga qielli. Tufeli thot që në atë kohë mendova që do mallkoj dhe do të lutet për shkatërimin e popullit tim dhe u pendova që i tregova. Por profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "O Zot, udhëzoje fisin Deus. O Zot, udhëzoje fisin Deus." Më pas kthehet nga Tufeli i thot: "Shko Tufel, se do t'i udhëzoj Zoti, por vetëm duro." Pas shumë vitesh, derisa profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët po ktheheshin nga betejë e Khajberit, shikojnë nga larg një pluhur që ngrihe lart. Ishte fisi Deus që po vinin së bashku me Tufel ibn Amir el-Dausi. I gjithë fisi kishin pranuar Islamin dhe po vinin t'japin besën profetit sallallahu alaihi wasallam. Në fund Tufeli vdes si shahid. Nga fundi i ditës së 10 të sezonit të haxhit, të gjithë haxhinët e ardhur filluan të përgatiten për të larguar nga Mina. I fundit që të largoj nga Mina do të ishte profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili akoma shpresonte të gjejë dikë që ta përkrah pas 26 përpjekjeve të dështuara. Si tregtarët që thonë në fund të ditës ka bereqet. Derisa të gjithë përgatiteshin për të larguar nga Mina dhe të gjithë përpjekjet e profetit sallallahu alaihi wasallam kishin dështuar, profeti sallallahu alaihi wasallam takohet me 6 rinj nga fisi Hazrec në Medinë. Më i madhi i tyre ishte 21 vjeç dhe quhej Esad ibn Zurare. Ata porruanin kokën kur u takuan me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur i pa profeti sallallahu alaihi wasallam, shkoi tek ata dhe i pyeti: "Kush jeni ju?" Ata ju përgjigjen: "Jemi nga fisi Hazrec." Profeti sallallahu alaihi wasallam i pyeti përsëri: "A nga aleatët e qifutëve?" "Po," ju përgjigjen. Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha përsëri: "A pranoni të uleni dhe të bisedojmë?" "Fol," i thanë ata. Profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të flasë mbi Islamin dhe mesazhin me cilin e kishte obliguar Zoti dhe u lexonte pjesë nga Kurani. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam u fliste, të rinjt shihnin njëri tjetrin. Në fund ata i thanë njëri tjetrit:
ky është profeti me cilin na kërcënojnë qifutët që banonin në Medine e dinin që do të dalë një profet në këtë kohë dhe do thoshin arabëve të Medines që kur të dalë ne do të bashkohemi me të dhe do të luftojmë kundër jush. Ata e kishin të shkruar në Teurat që një profet do dalë dhe i dinin gjitha cilësitë dhe përshkrimin e tij, përveç njërës që ky profet do dalë nga mesi i arabëve. Ata ishin të sigurt që ky profet do dilte prej tyre, pasi të gjithë profetët nga Ibrahimi deri te Isai kishin qenë nga qifutët. Ishte e natyrshme që ata të besonin që edhe profeti i fundit të shfaqej nga mesi i tyre. Kështu ata e reklamonin këtë fakt në Medine dhe kërcënonin medinasit që kur të dalë ky profet, së bashku me të do të luftonin kundër arabëve. Kështu, këto njohuri që kishin të rinj që u takuar me profetin sallallahu alaihi wasallam u a bën më të lehtë që të pranonin Islamin. Një shkak tjetër që i bëri banorët e Medines ta pranonin mesazhin e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte se dy fiset kryesore të Medines kishte vite që ishin në luftra të përgjakshme me njëri tjetrin. Këto luftra kishin marrë shumë jetë njerëzish, mes tyre dhe parin e dy fiseve dhe banorët ishin mërzitur me këtë gjendje lufte edhe kërkonin paqe. Kishin qenë këto luftra mes fisesh shkak që profeti sallallahu alaihi wasallam më parë nuk ishte menduar rreth emigrimit për në Medinë. Sikur me këtë Zoti i thot profeti sallallahu alaihi wasallam dhe neve që planifikoni për të ardhmen dhe delni djers për të arritur atë. Por Zoti do bëj që suksesin të arrini nga ajo pikë që ju nuk e mendoni. Kjo me qëllim që të bindesh dhe sigurohesh që regulatori e gjithë shkaja është vetë Zoti, që të bindesh dhe të jesh i sigurt në mbështetjen e Zotit, që të mos ja atribuosh vetes suksesin dhe fitoren, por Zotit. Por mos harro se kusht kryesor për këtë është të planifikosh dhe të derdhësh djers më parë. Kështu të rinjt u prekën kur morën vesh që profeti, të cilin e përmendit qifutët e Medines, ishte ai me cilin po bisedonin dhe pranuan Islamin me njëherë. Ata ishin të rinj ku më i madhi prej tyre ishte 21 vjeç. Megjithatë, ata u treguan të gatshëm që të mbanin mbi supe peshën e mesazhit islam. Pasi pranuan Islamin, ata i than profetit sallallahu alaihi wasallam: "Ne jemi nga një vend që nuk ka kush të jetë në armiqësi më shumë se çemi ne. Shpresojmë që Zoti ta rregullojë gjendjen tonë nëpërmjet teje. Ne do të kthehemi përsëri këtë vit." Ata nuk e ftuan më njëherë profetin sallallahu alaihi wasallam që të shkonte me ta në Medinë. Kjo pasi ata ishin nga fisi Hazraj, fis i cili ishte në armiqësi me fisin Aus. Po të shkonte profeti sallallahu alaihi wasallam me ta në këtë kohë, kjo do thoshte që ta njihni si profet vetëm fisi Hazraj. Ata kërkuan që të shkonin vetëm fillimisht të mundoheshin të arrinin paqe me fisin Aus, me qëllim që kur të kthehen përsëri bashkë me ta të ketë njerëz edhe nga fisi Aus. Këto mendimi i kishin, megjithse mosha e tyre nuk i kalonte 21 vitet. Profeti sallallahu alaihi wasallam i pëlqeu mendimi i tyre dhe e miratoi atë dhe u tha: "Do të takohemi vitin tjetër në këtë vend." Vendi ku do të takoheshin ishte vendi që quhet Akabe, vendi ku hidhen gurët gjatë haxhit. Një vit më vonë, në të njëjtin vend dhe në të njëjtën ditë, erdhen jo më 6 vetë, por 12. 8 prej tyre ishin nga fisi Hazraj dhe 4 nga fisi Aus. Secili prej trinjve që ishte takuar me profetin sallallahu alaihi wasallam
kishte me vete dhe një të ri tjetër. E veçanta e kësaj radhe ishte sa ata kishin me vete edhe 4 nga fisi Eus, fis me cilin deri atëherë kishin qenë në armiqësi dhe në luftë. Ata i kishin harruar armiqësitë dhe të vrarët, për hatër të fesë së re që kishin përqafuar, dhe kishin krijuar lidhje të reja me pjesëtar të fisit Eus. Po ti o vëlla dhe ti o i motër, a je i gatshëm të harrosh gjithë armiqësitë dhe hidhërimet për hatër të fesë? Vallë, a ja vlen që të ndërpriten lidhjet me njëri tjetrin për gjëra të kësaj bote? Fisi Hazraj dhe Aus deri atëherë kishin qenë të mbytur në luftra dhe armiqësi mes tyre. Por kur pranuan Islamin, i harruan armiqësitë dhe filluan të rregullojnë lidhjet mes tyre. Kur u takua me ta, profeti sallallahu alaihi wasallam u gëzua shumë dhe për herë të parë kërkon prej tyre besë. Kjo quhet më pas besa e para e Akabes dhe ndodhi në vitin e 11 të profecisë. Besa të cilën u amori profeti sallallahu alaihi wasallam përmbante 6 pika: të mos adhuroni zot tjetër veç Allahut, të mos vidhnin, të mos kryeni në marrëdhënie jashtëmartësore, të mos vrisnin në fëmijët e tyre, të mos shpifnin, mos më kundërshtoni në gjërat e mira. Po shohim, këto pika nuk përmbajnë gjëra të rëndësishme si namazi e tjera. Kjo, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam e dinte se shoqëria e Medinës ishte shoqëri që jetonte gjendje lufte. Në luftra zakonisht vrasjet janë të shumta, vjedhjet, po ashtu marrëdhëniet jashtëmartësore, përdhunimet. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam u kërkonte të japin besën për probleme të cilat ekzistonin mes tyre, dhe vetëm pa këto dukuri do të mund të ndërtonin një shoqëri të pastër dhe pa probleme. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgonte mesazh atyre që të hynin në Islam më pas, që një shoqëri muslimane është shoqëri paqe para çdo gjë tjetër. Nga kjo kuptojmë që nuk thuhen të njëjtat fjalë në çdo kohë dhe vend. Jo çdo gjë që përmban Kurani thuhet pa pasur parasysh kohën dhe njerëzit, por zgjedhen pjesët që u përshtaten njerëzve dhe nivelit të tyre. Nga gjitha ligjet e shumë të Kur'anit, profeti sallallahu alaihi wasallam zgjodhi vetëm 6 pika për cilat kishte nevojë shoqëria e Medinës, dhe për këto u kërkoi edhe besë. Kjo pikë është shumë e vlerë për gjithë ata që punojnë në fushën e propagandës dhe thirrjes islame. Mesazhi që kjo përçon është: folu njerëzve mbi gjërat që i kuptojnë dhe që kanë më shumë nevojë. Deri në atë kohë, në Kur'an nuk ishte shpallur asnjë ajet që nxit për luftë, madje lufta në këtë kohë nuk u lejoi muslimanëve. Kjo, pasi po shpalleshin ajetet e luftës në këtë kohë, muslimanët nuk ishin të gatshëm dhe mund të prishnin më shumë se të rregullonin. Ajetet që caktojnë rregullat e luftës nuk u shpallën në Kur'an vetëm kur ndodhi lufta në Bedër dhe Uhud. Pasi u takuan me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i dhan besën, profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: vitin e ardhshëm do të takohemi në të njëjtin vend dhe në të njëjtën ditë. Vitin tjetër do të bien dakord që profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët të emigrojnë për Medinë. Me vete profeti sallallahu alaihi wasallam u dha dhe një nga muslimanët e Mekës me qëllim që t'ju mësoj Islamin. Personi që të shkonte me ta ishte Mus'ab ibn Umeri. Ai ishte afërsisht 28 vjeç në këtë kohë dhe ishte nga të rinjt më simpatik. Kështu Mus'ab ibn Umeri është ambasadori i parë në Islam. Profeti sallallahu alaihi wasallam zgjodhi atë për të vajtur në Medinë jo rastësisht, por sipas disa kritereve. Ai ishte i ri, kishte personalitet mes njerëzve, vinte nga një familje e dëgjuar dhe me famë,
dhe i kushtonte rëndësi shumë për pamjen e jashtme, gjë që ndikon të tjerët. Kështu vajti Musab ibn Umeri në Medine me 12 muslimanët e tjerë. Ai u vendos në shtëpinë e Esad ibn Zurares. Esad ibn Zurare ishte i pari që pranoi Islamin. Bënte pjesë në delegacionin që erdhi në besën e parë të Akabes dhe ishte ai që i hapi derën Musabit kur erdhi në Medinë. Megjithse ishte vetëm 21 vjeç. Me të stabilizuar, Musabi filloi të ftoi njerëzit në Islam, duke u përqendruar më shumë te moralet dhe u merrte besën mbi respektimin e normave morale. Kështu, Islami kur u përhap fillimisht në Medinë, u përhap me moralet. Ai sigurisht që u flisë edhe mbi namazin dhe u mësonte si të faleshin, por ajo të cilës i kushtonte më shumë rëndësi ishte ana morale. Esad ibn Zurare ishte i vetmi në fisin Hazret që kishte të afërm në fisin Aus. Kishte fëmijët e tezës nga ky fis, por që për shkak të luftës i kishin ndërprej çdo lidhje. Pasi pranoi Islamin dhe me ardhjen e Musab ibn Umerit në Medine, ai filloi t'i vizitoi dhe t'i rregulloi lidhjet me ta. Dy më të mëdhenjtë e fisit e Aus ishin Useid ibn Huderi dhe Saad ibn Muadhi, i cili ishte më i madh se Useidi. Për shkak se paria e fisit e Aus, shumica ishin vrarë. Këta dy ishin personat më me ndikim në fis. Në këtë kohë, Musab ibn Umeri dhe Esad ibn Zurare shkonin shpesh në fisin Aus dhe thërrisnin njerëzit në Islam. Një ditë, derisa Useid ibn Huderi dhe Saad ibn Muadhi po bisedonin, shohin Musab ibn Umerin dhe Esad ibn Zuraren në rrugët e fisit. Saad ibn Muadhi thot Useidit: "Kush është ky që ka hyrë në tokat tona dhe bisedon me fëmijët tanë? Shko dhe mos e lejo të flasë me njerëzit tanë." Saad ibn Muadhi këtë fjalë ja tha Useidit, pasi vetë nuk shkonte dot se ishte kushëri me Esad ibn Zurare. Useidi merr një hesht dhe shkon drejt Musabit dhe Esadit. Kur e shikon Esadi, i thot Musabit: "O Musab, po të vjen i pari i fisit Aus, prandaj shtoje sinqeritetin tënd ndaj Zotit." Useidi me të arritur pranë Musabit dhe Esadit, me heshtën në dorë i u drejtua Musabit: "Kush je ti që ke hyrë në tokat tona? Largo nga tokat tona nëse dëshiron të jetosh." Musabi, duke treguar mençurinë e vet profetit sallallahu alaihi wasallam në zgjidhjen e tij për ta dërguar në Medinë, i thot: "A nuk pranon diçka më të mirë se kjo?" "Çfarë është kjo?" pyeti Useid. Musabi tha: "Të më dëgjosh. Nëse të pëlqen ajo që të them, do të jetë mirë për ty. Nëse nuk të pëlqen, unë largo." Useidi thot: "Për Zotin, nuk ke folur vetë se drejtën." Më pas u ul në gjunjë, pa e hequr heshtën nga dora dhe filloi të dëgjoj. Musabi filloi të këndoj pjesë nga Kurani dhe sa më shumë i lexonte, aq më shumë i çelej fytyra Useidit. Esad ibn Zurare tregon: "E dallova që të pranoj Islamin para se të flas." Pasi Musabi përfundoi leximin e Kuranit, Useidi e pyeti: "Çfarë duhet të bëj që të hyj në këtë fe?" dhe e hodhi heshtën që mbante në dorë. Musabi u përgjigj: "Të lahesh, të pastrosh rrobat, të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, dhe të falësh 2 rekate namaz." Pra, gjëja e parë për të hyrë në Islam që nga pastërtia. Kur portukezët dhe spanjollët i përzun musliman nga Spanja, i njihnin shtëpitë e muslimanëve nga pastërtia që shihnin në banjo. Vallë, a tregon sot pastërtia e shtëpive tona që aty jetojnë muslimanët? Me të kryer të gjitha sa i than, ai u tha:
Pas meje është edhe një tjetër, i cili nëse pranon islamin, u asjell të gjithë fisin e Aus të pranojnë islamin. Ai është Saad ibn Muadh. Më pas, ai u nis për te Saad ibn Muadhi. Kur e pa Saad ibn Muadhi, Usaid ibn Hudairin duke ardhur, u tha të pranishmeve të tjerë: po vjen Saadi, jo ma të mendje që shkoj. Kur arriti te Saad ibn Muadhi, ai e pyeti: ç'kemi të re? Usaid ibn Hudairi ju përgjigj: u thash që të mjaftohen me aq dhe mu bindën. Asaj që i friksohem më shumë është djali i tezës tënde, Esad ibn Zurare, pasi ka njerëz që duan ta vrasin, nga që e dinë që është djali i tezës tënde. Kjo me qëllim që të fyejnë ty. Këtë e bënte me qëllim që të shkonte te kushërili i tij dhe Musab ibn Umeri. Por Saad ibn Muadhi e kuptoi që diçka nuk shkonte dhe i tha: do ta shohim këtë çështje. Megjithatë, nuk qëndroi pa shkuar. Kur arriti atje, filloi të bisedojë me kushëririn e tij dhe Musab ibn Umeri. Më pas, edhe ai pranoi Islamin. Dhe kur u kthye në mes të fisit të tij, u tha: ç'mendim keni për mua? Ata ju përgjigjën: ti je i pari ynë. Po, për mendimet e mia si më gjikoni? I pyeti përsëri. Ata i thanë: ty gjikon më drejt mes nesh. Atëherë u tha: unë pranoj t'ju flas dhe të më flisni derisa të pranoni Islamin si fen tuaj. Me këtë, i gjithë fisi Aus pranoi Islamin. Esad ibn Zurare vdiq një vit pasi profeti sallallahu alaihi wasallam emigroi në Medinë. Musab ibn Umeri vdiq 2 vjet pas emigrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kurse Saad ibn Muadh vdiq 3 vjet pas emigrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Sikur e kryen misionin me cilin u ngarkuan dhe e kaluan me sukses këtë provim. Për këtë duhet të shkonin dhe të qetësoheshin në xhenet. Të treshin në moshë të re, përveç Saad ibn Muadhit, i cili kur pranoi Islamin ishte 30 vjeç dhe kur vdiq ishte 37. Kështu i takon të ketë jetuar si musliman vetëm 7 vite. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në rastin e vdekjes së tij: është rënditur arshi i Zotit me vdekjen e Saad ibn Muadhit. Gjithashtu thot: në namazin e xhenazes së Saad ibn Muadhit kanë marrë pjesë 70.000 melek. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam hynte në xhami për të falur xhenazën e Saadit, ecte me kujdes sikur të ishte xhamia e mbushur me njerëz në një kohë që ajo ishte bosh. Kur e pyetën se pse ecën ashtu, ai u tha: për Zotin është e mbushur me melek, të cilët i kanë kërkuar leje Zotit që të falin namazin e xhenazes të Saad ibn Muadhit nga dashuria dhe respekti që kishin për të. Jeta e tij si musliman ishte vetëm 7 vite. Nuk jetoi gjatë që të falej shumë, të lexonte Kur'an e tjera. Por që në momentin që pranoi Islamin, i gjithë fisi e ndoqi pas ishte burr i madh dhe i respektueshëm. Të gjithë respektin dhe autoritetin që gëzonte mes njerëzve e kishte pasi ishte i suksesshëm në jetë. Ajo që përfitojmë nga sa përmendëm më sipër është vetëm një gjë e vetme, jo inkurajimit. Autori i tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili, ilustrimi artistik Florent Rustemi.